nga programin, ata e shtrin. Ja larg pamës, absolutisht nuk lëviz dot nga programi. Absolutisht nuk lëviz dot nga kablogramet që shkruajnë nga Tirana për situatën që pasqyrojnë këtu. Po thjesht pasqyrojnë një realitet, kaq, çfarë pasqyrojnë? Një realitet që ne dim, kush shqiptar sot, nuk e di këtë situatë. Po ju thatë që janë miq, tani çfarë mund të bëjnë miq më shumë? Po mirë, ata i kanë plane shumë afatgjata, nuk janë dritë shkurtër si puna jonë. Mua vjen keq, më kam thënë herë tjetër, mua vjen keq që nuk ka patur burra shteti që të vënë veten mbi kombin. Ne vëm kurban kombin përpara vetes tonë. Pra, për interesat personale, për tekat e njërit e të tjetrit, për të mosu burgosur dikush, ne hedhim po, domethënë ne shkel me këm kombin. Pra, nuk kemi bushtetësi nderuar, troça themi më shqip dhe më qartë, nuk kemi bushtetësi. Po, këtu dalim të herë që ne kemi diskutuar mungesa e elitës që ka ardhur si pasojë gjithë atyre që kanë ndodhur dhe para 90-s që u vranë. Po normale më zotëri, sepse 45 vjet u vra elita kombëtare, u shkatrua, jo u vra, po u shkatrua. U shkatrua pse etiketimi edhe që thot sot kryeministri mballistët e tjerë. Po kush ishin mballistët? Sipas kryeministrit. Edhe kjo ka ngjallur debat edhe në rrjetet sociale. Po kush ishin mballistët? Mballistët kanë qenë pjesa më elitare e kombit shqiptar. Familjet më fisnike shqiptare, ata që kanë derdhur gjak në shekuj, ata që kanë financuar luftrat. Do të familjet më fisnike që të denigros sot pas 81 vitesh akoma ballin kombëtar, po pse ky është balli kombëtar ai? Pse s'ky këmbët e kombit? Edhe në qoftë se thuhet që bashkëpunuan, pse të mos themi që bashkëpunuan me nazistët për të zhdukur farën e keqe komuniste? Urdhra ku e ka çuar sot komunizmi në Shqipërinë? E futi vllavrasje, futën këta misionarët jugoslav që 8 vjet e udhëhoqën këtu dhe siç e dini dhe ju vet, arritën e futën luftë civile me njëri tjetrin. Për të futur shqiptarët për çfarë e sundo. Dhe shiko ku ka arritur. Sa mijëra shqiptarë janë vrarë. Ti ke masakrën e Tivarit, zotëri, këta pseudo patriot komunist kanë bërë ndonjë lëvizje për masakrën e Tivarit, që vran 5000 djem nëna shqiptar. Por edhe kosovarët që kalonin këtej u adorzonin UDB-s jugoslave dhe ata masakroshin në burgjet slave. Pra çfarë i solli komunizmi Shqipërisë? Skllavroi dhe kombin. Edhe si që kam thënë dhe herë tjetër që i hapi dhe luftë Zotit më në fund. Pra çfarë solli, më thuaj, sepse të thuash tani që bashkëpunua, me çfarë bashkëpunua balli kombëtar? Ata kërkonin që fara komunistët mos mbillej këtu. Ajo u mboll dhe shkoku ka të ndisi sot vendin. Se fal atyre politikave që për të përçarjes kombëtare, kemi arrit në këtë pikë sot. Po, duke qenë se është kjo vi ndarse dhe ky debat jo më kot her pas here sillet, se gjallë debat. Po ato që ju thash pak më parë. Pra, çfarë i ka bërë balli kombëtar këtij vendi? Çfarë? Kush e tratoi marrëveshjen e Mungjes? Unë nuk jam historian, unë kam thënë herë tjetër, as analist politik si jam. Unë jam avokat, jam jurist. Po të jep për ekspertizë juridike mund të jap sa duash, po flas si qytetar. Çfarë kanë bërë familjet fisnike shqiptare, sepse unë i përkas një nga ato familje, që unë kam thënë vetë, unë kam Xhaxhajin e Timeti, kam pas dëshmor partizan. Këta i falsifikojnë historinë, i ndryshuan dhe mbiemrin. Lea i u vra 43, po këta i ndryshuan dhe mbiemrin prap Xhaxhajit e Timeti që u vra, ishte komandant çete në luftën trup me italianët në Qishbardh, 24 vjeç. Ky dëshmori partizani sa 3 vjeç, se këta u ndryshuan dhe mbiemra. Tani kush ka falsifikuar historinë? Të dalë njëri të thotë, po s'është e vërtetë kjo që them unë. Më kupton? S'nuk është e vërtetë. Kjo që them unë publikisht tani këtu. Për çfarë unë jam një nga ato familje që janë masakruar nga komunizmi. Janë masakruar pa të drejtë, thjesht vetëm se ishin patriot, vetëm se duan këtë vend. Dhe po ashtu të njëjtën gjë, pak a shumë, domethënë pësova dhe unë që fitova në Këshillin e Prokurorisë. Të njëjtën gjë,
Vetëm se kërkoja dinjitet, vetëm se kërkoja respektimin e ligjeve të shtetit shqiptar, s'do asnjë gjë tjetër s'kërkoja. Dhe dashuri për këtë kom. Pra ju thoni që kjo vazhdon kjo luftë, jo vetëm si retorik, po edhe në realitet. Po çfarë do presësh më nga një kryeminist i cili përzori shqiptarët nga trojt e veta? Çfarë do pres nga një kryeminist i cili ka nxjerr paketën e maleve një ligj anti-shqiptar? Çfarë do zgjedh nga kryeministi për ligjin e këtyre investitorëve strategjik? Çfarë zotri, të lutem, çfarë zotri kanë sjell investitorë strategjik, më thuaj një produkt pozitiv që kanë sjell Shqipëri sot. Po alla i Me përjashtim, dëgjoj, më fal, të lutem. Ka masakruar e dërmoi shtresën e mesme shqiptare, ekonominë, ore zotri, motori i një ekonomie është shtresa e mesme. Shtresa e mesme, pra bizneset kujt sot, ky po i shkatron totalisht. Dhe këta të ashtu quajtur investitorë strategjik, çfarë i kanë bërë Shqipërisë? Vetëm i kanë vënë taksa, po i marrin shpirtin, Çfarë i kanë sjell këto ligje? Këto ligje të tjera i do konfiskoj, po ta thash edhe herën e parë, do të konfiskoj pasuritë e shqiptarëve. O zotri, po s'do konfiskoj. Mund ta qaroni më mirë këtë avokat më saktë, sepse disa nga qytetarët, pasi dëgjuan këtë deklaratë tuaj në herën e parë, më kërkuan një shpjegim më thjesht për këtë që po parashikohet. Po ju a them unë, shiko tani, me sa shikoj gjithmonë, sa lexoj, sepse kuptohet unë, se kam draft projekt ligjet e tyre, po sa lexoj nëpër media, këta parashikojnë që nëse mund ta supozojmë apo juve sot, keni një shtëpi në vendin e lindjes dhe e praktikisht për 1 apo 2 apo 5 arsye, mund të ikni në Gjermani, mund të ikni në Amerikë, do thënë shteti ju e konfiskon. Po pse duhet konfiskoj këto prona ai? Prona është jo t'ja mërzot dhe kanë bler me gjak të parte tu. Ajo është e treguar brez pas brezi. Si mundet të konfiskohet një pronë? Është shkelje Konventës Europiane të Drejta e Njeriut, shkelje kushtetutës shqiptare. Prona zotri fitohet me trashëgim, me kontratë, me dhurim, e të tjerë me proces gjyqësor, e të tjerë, pra janë mënyrat e fitimit pronësisë, sepse nuk dua të hyj në jurisprudencë. Pra, si mundet ti ta marrësh të pronë? Ose tjetra, siç po shikoj tani, që do të them me paketë e maleve. Çfarë paketë e maleve zotri? Cila është kjo paketë e maleve? Ku do japësh pronën ti? Do të thotë ti do ta vlerësosh ti pronën si qeveri dhe mua do më japësh një kacidhe sa për të përmendur, pra ky është jo për shpronësim, po ky është genocid. Dhe nëse do të jemi në një shtet, zotri, në një shtet konsoliduar në të ardhmen, nuk do të vi koha ndoshta nesër, edhe këta që e miratojnë ligjin, dhe ata që juristët e famshëm që zbatojnë urdhrat e liderit botëror, liderit të madh, do të mbajnë përgjegjësi nesër, përgjegjësi penale ndoshta për shpërdorimin e tyre, pse jo edhe vepra të tjera penale. Pse mos themi për grup të strukturuar kriminal? Sepse si mundet ti të hartosh një ligj anti-kombëtar, anti-shqiptar, anti-kushtetues dhe anti-europian?